Me motën Sytë e mbyllur egërsisht, sonte më 10 qershor në Tetov nis edicioni 15 i festivalit ndërkombëtar të filmit Watch Out, i cili do të zgjasë deri më 12 qershor. Hapja zyrtare do të mbahet në ora 20 në amfiteatrin përballë Muzeut të Partisë Komuniste në Tetov. Në ceremoni janë parapar fjalime përshëndetëse nga përfaqësuesit të Goethe Institut dhe drejtori i Qendrës për Bashkëpunim Ballkanik Loja Bujar Luma. Po ashtu gjatë hapjes do të ndahen edhe çmime për filmat fitues të këtij edicioni. Në konferencën për shtyp, drejtori i Qendrës Loja Bujar Luma tha se edhe programi i sivjetshëm është shumë i pasur dhe është vendosur në kontekstin e zhvillimeve aktuale në vend, rajon dhe në botë. Programi është vendosur në kontekst zhvillimeve të sivjetshme që ndodhin. Motoja e festivalit është Sytë e mbyllur egërsisht, do të thotë është një lojë fjalësh me filmin e Stanley Kubrick që Sytë të mbyllur hapur. Do thotë egërsisht ka shik këtij realiteti që po ndodh sot në vendin tonë, që po ndodh sot në rrethinën tonë, po edhe në botë përgjithësi. Edhe filmat janë pak a shumë të kësaj natyre. Ne kemi 3 filma fitues në kategoritë e filmit. Një është për filmin dokumentar, është autoria turke, e cila duhet të jetë presme ne, por ka një vonesë fluturimit të saj. Kemi edhe një film francez, i cili po ashtu trajton një temë jashtëzakonisht të dhimbshme sot, emigracionin, që është temë edhe për ne. Edhe filmi i Zotit, ku është autori kryesor zoti Salerno, është një film i cili po ashtu trajton tema të dhimbshme që nga trashëgimia e luftës së parë dytë botërore dhe si në thel kjo trashëgimi vazhdon edhe sot. Këtë vit Watch Out trajton imazhin si hapësirë të kontestuar dhe si fushë betejë ku çdo kuadër përpiqet të përcaktojë realitetin. Sipas organizatorëve, festivali synon të promovojë një kinematografi të drejtë për drejtë, të përpunuar dhe të guximshme në një kohë kur e vërteta shpesh shtrembrohet dhe e riformosohet. Për edicionin e sivjetshëm janë pranuar 399 filma nga 62 shtete dhe kontinente, çka dëshmon interesimin e madh ndërkombëtar për këtë festival. Gjatë festivalit do të organizohen edhe punëtori në qendrën Loja, të udhëhequr nga regjisorja Esra Yildiz dhe aktori spanjoll Ingelo Salinero. Shfaqjet e filmave do të mbahen për 13 me radhë, duke filluar nga ora 20. Në raste të kushteve të pafavorshme atmosferike, projeksionet do të zhvendosen në hapësirat multifunksionale të qendrës Loja. Të gjithë filmat do të shfaqen në versionin origjinal me titra në gjuhën angleze, ndërsa hyrja për publikun është falas.